nuk i kap 70 për mua. Çfarë perceptoj unë? Sa më PD-ja sipas prognozës si bën ti? Shiko, Partia Demokratike Doktorit? kam pasi fatkeqësi që jam bërë Kassandra e PD-s në 2017-2021 dhe e kam gjetur në kokë rezultatin e humbjeve. Për shkak se njihja situatën. Sot në kushtet që jemi, e kam të pamundur të shkoj në prognozë të saktë. Pra nuk them dot kaq PD-ja, kaq PS-ja, kaq partitë e vogla. Po është një gjë sa një fal. Duke dhënë PS 970 ti lirove 70 vende këtej. Nga ana tjetër. Po. Ta do von 70 i ka. Po mendoj që partitë e reja do jenë minimumi 12. A kapin 10 vjeçë? Po. 10 deputet partitë e reja. Gjitha bashkë? Të gjitha bashkë, po. Gjitha Partitë e reja në Tiranë turi me lajmi më mirë do jetë të vend tek 7-8, për mendimin tim. Ta mbaroj, lutem. Po, si ndahen ato? Besoj Tirana është 6 deri në 9 ose 10 mandate partitë e reja. Kush do ndahen nuk ta them dot. Nuk e ndan. Një është e sigurt. 6 deri në 10 në Tiranë, po rreth. Partitë e reja. Po në qarqet e tjera. Qarqet e mëdha, patjetër partitë e reja kanë shumë mundësi. Po ta them unë ty. Në Vlorë, Fier, Shkodër, Elbasan, Korçë, Durrës partitë e reja janë në lojë plotësisht. Pastaj se e Tom Doshi nuk e quan partitë e reja. Jo, i quaj partitë vogël. Atë ta marrë termin partitë e vogël. Po, ke drejt. Po nuk i favorizo kodi zgjedhor se coptohet vota. Të lutem. Me matematik, me sistemin dëhorn që ne kemi, në Vlorë sot, që të merret mandati 11 ose 12, duhen nga 6.000 deri në 7.000 vota, jo më shumë. Pra nuk duhet përqindja matematikore votave. 8.000 sa i bie atje Vlora me pjesëmarrje të rëndë. Sepse mbetjet e mëdhaja mundin mbetjet e vogla të partive të mëdhaja. Kështu që ti mendon se asnjë parti e vogël nuk do marrë 7.000 vota në 106.000 në Vlorë? Në këtë situatë politike që jemi, Ilir. Po të ishim 2021, unë po them diçka. Unë kam më shkërkuar nga bindja demokratike të kandidoja me ngulm në 2021. Kam pasi bisedë gjatë me zotin Kollozi, zotin Patozi dhe me disa janë miqtanët. Nuk pranova, sepse nuk ishte momenti i lirë. Jo se PD-ja fitonte. Nuk ishte krijuar kjo mas gri kritike. Mos harro që kanë kaluar 4 vite nga kriza e PD-s, që e ka përkeqësuar dhe 4 vite të tjera keq qeverisje. Zoti Kulluri, njerëzit të reflektojnë.